këtë ditë të shenjtë të Kurban Bajramit, ku zemrat mbushen me paqe dhe dashuri, sot kemi kënaqësi të ndajmë së bashku edhe momente të bukura përmes buzëqeshjeve dhe gëzimit të fëmijëve. Fëmijët janë gëzimi i familjeve tona, drita e shtëpive tona dhe arsyeja pse festa bëhet edhe më e bukur. Në këtë ditë festive, ne do të zbukurojmë fëmijët e xhamisë së Pinjeshit. Sot do dëgjojmë shumë surpriza të përgatitura nga fëmijët, por me përkushtimin e mësueseve të tyre. Dhe ka më mirë se të hapim këtë program me lexim të Kuranit nga nxënësja e Mejtepit Rejhana Truma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Mashallah, mas këtij leximi të mrekullueshëm të Kuranit, vazhdojmë me ilahin Festa e Bajramit që do na këndoj Neira Dervishi. Sa bukur ndezen kandilat e urimit, tani më po fike zjarri i hidhrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit. Sa bukur ndezen kandilat e urimit, tani më po fike zjarri i hidhrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit. Fëmijët janë veshur me roba të reja, në fytyrën e besimtar i shkrep hareja. E ngjyrat të ndritshme përmbushi rrugët lot, kësaj gëzimi në jetë nuk kam përdor. Sa bukur ndezen kandilat e urimit, tani më po fike zjarri i hidhrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit. Knaq shpirtin dhe zemrën ky Bajram i bukur, të gjithë njerëzit me brenga i bën të lumtur. Plot që fëmijë gëzohen e përqafohen, me sy dashurie të gjithë po shikohen. Sa bukur ndezen kandilat e urimit, tani më po fike zjarri i hidhrimit. Sa e këndshme është aroma e Bajramit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit, dhe për ton thellë në zemrën e muslimanit.
kësaj ilahia kaq të bukur, do na thot një vogëloshe shumë e bukur Malika Bajraktari, një sure që ja ka përzgjedhur sot. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين. Mashallah. Pasi sot është festa Kurban Bajramit. Kush na tregon pse bën kurban? Unë do t'ju tregoj historinë e Ibrahimit a.s. Ibrahimi a.s. ishte një profet që e donte shumë Allahun dhe kishte zemër të pastër e të bujë. Një ditë Allahu e sprovoi me një urdhër të madh, të mbente djalin e tij të vetëm, Ismailin kurban. Me lot në sy për me besim të fortë, ai I tregoi djalit. Ismaili I u përgjigj me qetësi: "Baba, bëja që të ka urdhëruar Allahu. Unë jam I durueshëm." Kur erdhi momenti I sprovës, Allahu e pa dashurinë e tyne dhe dërgoi një dele nga qielli si mëshirë. Këtë tregim na tregon se ne, kur ne e besojmë Allahun, gjithmonë vjen lehtësimi nga ai. Mashallah, shumë bukur. Omer, për ku je nis? Peshobe. Bravo. Kenza, pse je nis në Mekë? Me kry haxhin. Zainal, cilat janë kushtet e Islamit? Shahadeti, namazi, xherimi, zakati, haxhi. Leila, kush e ka ndërtuar Qaben? Qaben e ndërtoi profeti Ibrahim a.s. bashkë me djalin e tij Ismail a.s. Si quhet rrotullimi rreth Qabes? Tavaf. Bravo. Vazhdo. Ahmet, çfarë thohet gjatë haxhit? Të përgjigjem, o Allahu im, të përgjigjem ty. Ti je I pari val, vetëm ty të përgjigjem. Falënderimi të takon vetëm ty, të gjithë begatit dhe e tërë pasuria është e jotja, ti je pari val. Adna, si duhet të sillemi kur jemi në vende të shenjta? Me respekt dhe qetësi. Aira, për kë do të bësh dua? Për mamin, për babin, për motrën, për madhen, për gjyshin, për gjyshen, për dajen. Bravo. Mehmet, a na sheh neve Allahu kur lutemi? Pa. Bravo. Edhe Inara, për kë do të bësh ti dua? Për ta që një fidu. Mashallah. Salam alaikum. Ne si musliman kemi dy festa, Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin. Se cili është dallimi mes tyre, kush po na tregon? Unë po ju tregoj. Fitr Bajrami është festa e falënderimit të Allahut, ku ndajmë buzëqeshje dhe japim fitrin. Është si një shpërblim I bukur pas një muaji agjërimi. Ndërsa Kurban Bajrami vjen me një mesazh më të thellë. Na kujton historinë e profetit Ibrahim, I cili tregoi bindje të plotë ndaj Allahut. Kjo festë na mëson sakrificën dhe dashurinë. Pra, dallimi në mes Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit është se në Kurban Bajram bëm therrjen e kurbanit dhe japin mish për të tjerët, ndërsa në Fitr Bajram japin fitër për të gjithë ato për të plotësuar gëzimin e festës. Shumë bukur. Tani, hadithet janë në fjalët, veprat dhe miratimet e Muhamedit a.s.
të trashëguara nga sahabët dhe të ruajtura brez pas brezi. Sigurisht, hadithet i mësojmë edhe në Mejtep, kështu që tani vazhdojmë edhe me disa hadithe që na i tregojnë nxënësit e Mejtepit. Profeti a.s. ka thënë, shfrytëzo 5 para 5, rinin para pleqërisë, shëndetin para sëmundjes, pasurin para varfërisë, kohën e li para angazhimit dhe jetën para vdekjes. Mashallah, vazhdojmë. Profeti a.s. ka thënë se kush del në kërkim të dijes, Allahu ja lehtëson rrugën për në xhenet. Me të vërtet, engjëjt i ulin krahët e tyre nga kënaqësia dhe për kërkuesin e dijes kërkojnë falje të gjithë ata që janë në qiej dhe në tokë, madje dhe peshqit në ujë, Rabbi zidni ilma, Zoti im ashtu dijen. Vazhdojmë. Profeti a.s. ka thënë, veprat me të dashurat tek Allahu janë ato që bëhen vazhdimisht edhe nëse janë të pakta. Mashallah. Profeti ka thënë, Allahu është i butëve e do butësinë në çdo gjë, ai jep me butësi atë që nuk e jep me ashpërsi. Profeti a.s. ka thënë, kush e ndihmon vëllain e tij në nevojë, Allahu do ta ndihmojë atë. Kush ja largon një breng muslimanit, Allahu do t'ja largon një breng nga brengat e ditës së gjykimit. Bravo. Kushtet e imanit janë besimin në Allahun, besimin në melekët, besimin në librat, besimin në pejgamberët, besimin në ditën e gjykimit dhe besimin në kaderin e Allahut. Mashallah. Profeti a.s. ka thënë, mos e nënvlerëso asnjë të mirë, qoftë edhe të takosh vëllain tënd me fytyrë buzëqeshur. Shumë bukur, pas këtyre mesazheve të vlefshme nga hadithet, do të dëgjojmë një ilahi të gëduar nga zëri i ëmbël që ka Sara Alit. Fëmijët janë ur, janë dhurat prej Zotit, janë pranverë e zemrës, janë vetë dashuri. Në lutjet e urta, janë veç mrekulli, janë hare i akzimi, dhura në shtërpi. Kur zgjohen mëngjes, pa përtesa spag, dorë për dorë nisen, dalin në sokak, të shkojnë në xhami, në të Zotit shpirt, gjithë selam e japin me plot dashuri. Yjet e xhamis janë gëzimi shpis, janë drita e jetës, thelbi dashuris. Lumë që i ka gjyshi, la gjadhe shtëpia, kur hyn në obor, deri bëhet xhamia. Yjet e xhamis janë gëzimi shpis, janë drita e jetës, thelbi dashuris. Lumë që i ka gjyshi, la gjadhe shtëpia, kur hyn në obor, deri bëhet xhamia. Kur thohen selame, shpirti në ndriçohet, si yjet e qiellit, zemra mu gëzohet. Pran babit e gjyshit, falen e lexojnë, me lutjet sinqerta, dritë jetën e gëzojnë. Kur vjen Ramazani, çdo ditë në xhami, i ndihmojnë familjes për iftar shtëpi. Me zemra të pastra, edhe në sy fuqohen, me lutjet e tyre, gjithë bota ndriçohet. Yjet e xhamis janë gëzimi shpis, janë drita e jetës, thelbi dashuris. Lumë që i ka gjyshi, la gjadhe shtëpia, kur hyn në obor, deri bëhet xhamia. Yjet e xhamis janë gëzimi shpis, janë drita e jetës, thelbi dashuris. Lumë që i ka gjyshi, la gjadhe shtëpia, kur hyn në obor, deri bëhet xhamia. Gjithashtu në xhamin e Pinjeshit
që ditën e martë dhe të enjta, nga ora 12 deri në orën 1 mbahet kursi për hifz të Kuranit. Kështu që në vazhdim do dëgjojmë ajete nga Kurani, fjala e Allahut të Madhëruar që ndriçon zemrat dhe sjell paqe në shpirt. Këto ajete do na përcjellin Meryem Ramadani, Yahya Ramadani, Hena Hoxha dhe Ibrahim Bayraktari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية Mashallah, vazhdojmë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا سراءكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Mashallah, shumë bukur. Tani, do ju sjellim një dialog të bukur, edukativ dhe plot mesazhe të vlefshme që do bëjmë fëmijët. Selam aleikum, a dini çfarë ditë e bukur është sot? Wa aleikum selam. Po, sot është Kurban Bajrami, një nga ditët më të mira për ne muslimanët. Unë e zgjuar herët sot dhe kam shkuar në xhami me babin. Kemi falur Bajramin në xhamin e Pinjeshit. Ishte shumë bukur. Edhe unë, aty takova shumë shok dhe pastaj kur u kthova në shtëpi, baba i bëri kurban për hir të Allahut. Po pse bëjmë kurban? Sepse ajo na kujton sakrificën e Ibrahimit a.s. që ishte gati të sakrifonte djalin e tij për Allahun. Dhe Allahu shpërbleu duke i dhënë një dash në vend të tij. Subhanallah. Po kurbani na mëson bindjen ndaj Allahut dhe ndarjen me të tjerat. Po një mish, po një copë mishet i kemi dhënë të varfërit, një pjesë tjetër të familjes dhe një pjesë tjetër për të afërmit. Sa bukur, kjo do të thotë që të tjerët gëzohen bashkë me ne. Saktë, Bajrami është ditë gëzimi, dashurie dhe ndihme për njërin tjetrin. Ani, mos të vonohemi. Tani për Bajram.
kemi dobi nga këshillat, pavarësisht se nga kush i marrin. Le t'i dëgjojmë disa këshilla që do na japin nxënësit. Jam i Dervishi. Të jemi të mirë dhe të dajmë me të tjerët, të respektojmë prindërit dhe të duam njërin tjetrin. Dina Hoxha. Që jemi gjithmonë minjot ndaj Allahut dhe të flasim bukur dhe të bëjmë çdo ditë. Zerina Haxhimulla. Të jemi të bukur në fjalën dhe në mirësi. Majda Mehmedi. Çdo fëmijë ta trajtojmë me respekt, pa abollizim, pa dallime mes nesh, ne jemi të gjithë të njëjtë. Erina Alit. Të kujdesemi për njëri tjetrin dhe të mos lëndojmë askënd, të falim nga zemra dhe të harrojmë mërzitjet. Dhe Rehan Truma. Të mos harrojmë fëmijët që kanë nevojë. Mashallah. Faleminderit për këto këshilla, kurse tani vazhdojmë me njërin nga pjesët e mia më të preferuara që janë poezit. Le t'i dëgjojmë disa poezi të bukura që do na i recitojnë Era Milla, Abeira Begu, Nurana Hajdari dhe Vesa Hoxha. Edhe pse në vogël, është emrim, çdo të diel në mektep shkoj, me shumë gëzim, atë gjërat e reja mësoj, imri hallën shumë e dua, mësuese e më e mirë, gjithë ka shpjegun mua, me shoqet bashkë mësojmë, qeshim me kalim mirë, shkronja do t'i fillojmë, dalin nga dalë për vështirësi, mektepi zhmeti bukur, që me jep dituri, Allahu në zot gjithmonë, me zemër blotëshuri. Mashallah, vazhdo. Unë jam e vogël, por zemrën e kam të mirë, them të lutem dhe faleminderit me dëshirë, nuk gënjej, nuk bërtas, mundohem të jem e qetë, se Allahu i do fëmijët me moral të drejtë. Ndihmoj mamin babin me bushqeshën në fytyrë. Ndaj me shokë, çdo gjë që kam me të mirë, them gjithmonë të vërtetën. Edhe kur është e vështirë, se kështu të bëhem i mirë dhe i dashur për të gjitha. Shkronjat arabe po i mësoj, një nga një i shqiptoj. Elif, be, te, me radh, zemrën time e bëjnë të bardh. Elifi vjen si një fillim, beja si buzëqeshje në shpirtin tim. Teja vogël, plot hyshi, na mëson me plot dashurim. Kur Kuranin e marrë në dorë, me nxetim në mektep shkoj tek mësueset e mia të dashura, një faqe me gëzim e kaloj. Zemra ime sqetësohet shumë dhe çdo ditë që shkoj atje, jam afër Allahut më shumë. Mashallah, shumë bukur. Tani do vazhdojmë edhe me një ilahi tjetër që do na këndoj Dënia Islamoja. Jehojnë minarët, paragimin, ndriçon qyteti, nga zbukurimi, të gjithë të lumtur janë, të gjithë të gëzuar janë. Fëmijët rrugës, bukur të veshur, marrin dhurata, gjithë të buzëqeshur, sot është dita jon, sot është festa jon. Këmbej murime plot, ma mira ditë është sot, për shumë vjeta gëzojmë, Bajramin e festojmë. Ndajmë për shëndetjen me fjalët ma të mira, tryezat plot me ëmbëlsira, kjo është tradita jon, kjo është festa jon. Bëhen vizita te njëri tjetri, shkon ma i riu te ma i vjetri, kjo është tradita jon, sa bukur ne festojmë. Këmbej murime plot, ma mira ditë është sot, për shumë vjeta gëzojmë, Bajramin e festojmë. Allahu të shpërbleft.
Dhe këtë program e përmbyllim me një dua të bukur që do na bëj Asja Mavric dhe do përcjellim edhe ne, por përcjellni edhe ju përmes ekranit të televizionit të UTA. O Allahi madhërishëm, të falenderojmë për këtë ditë të bekuar të Kurban Bajramit dhe për çdo mirësi që na ke dhënë. Na bëj prej fëmijëve të mirë, të pastër në zemër dhe të dashur për ty. Amin. Na mëso të duam Kuranin, të respektojmë prindërit tonë dhe të dëgjojmë mësueset tona. Amin. Na ndihmo që të ndriçojmë në shkollë dhe kudo që jemi, me sjellje dhe me dijen tonë të mirë. Amin. Na bëj një shembull i mirë për shokët dhe shoqet tona dhe na bëj të dobishëm për shoqërinë. Amin. Na mbro nga çdo e keqe dhe na udhëzo gjithmonë në rrugë të drejtë. Amin. Bëje jetën tonë të mbushur me iman, dritë dhe dije. Amin. Na bëj prej atyre që ti do dhe je i kënaqur me to. Amin. Bëje jetën tonë dhe jetën e fëmijëve të tjerë në botë, gjithmonë të jetë e mbushur me festë dhe gëzim. Amin. Amin. Këtij programi të bukur i erdhi edhe fundi. Unë u kënaqa shumë, po besoj se janë kënaqur edhe fëmijët dhe ju që na keni ndjekur përmes ekranit të televizionit të UTA. Dhe sa do pak ju kemi përcjell atë energjinë që e patën fëmijët. I falenderojmë shumë që na zbukuruan studion, por edhe këtë festë, se siç e thash në fillim, fëmijët janë ato që e bëjnë edhe festën më të bukur. Dhe sidomos, a ka më mirë kur fëmijët shkojnë në mekteb dhe janë në rrugë të drejtë siç janë këto fëmijë që shkojnë në mektebin e xhamisë së Pinjeshit. Na përcjellën poezi, hadithe dhe shumë gjëra interesante. A ju shikues të dashur, vazhdoni të na ndiqni gjatë gjithë ditës sepse kemi përgatitur shumë gjëra interesante për ju me rastin e festës së Kurban Bajramit.